Ta dëgjojmë pak kryetarin e grupit parlamentar të opozitës. Ju lutem. Zoti kryetar, në mënyrë të vijueshme për shkak të shkeljes së rregullore së kuvendit nga ana juaj, ju po e çoni këtë kuvend në konflikt fizik. Dhe kjo është përgjegjësi e juaja e drejt për drejt. Ti heqësh fjalën kolegëve dhe t'ja japësh të tjerëve. Ndërkohë që ka një kërkesë për procedurë dhe është duke u diskutuar, kjo po e çon kuvendin në përplasje fizike dhe përgjegjës jeni vetëm ju, sepse nuk respektoni asnjë rregull të bashkëjetesës mes palëve në këtë seancë. Së dyti, kryetari juaj i grupit, pasi u ngrit në foltore dhe bëri pis, duke provokuar familjet e 4 dëshmorëve të demokracisë, të vrarë nga ish sekretari i përgjithshëm i partisë tuaj, ish ministri i brendshëm i kohës Gramoz Ruçi, vjen këtu dhe provokon dëshmor familjar dhimbjen e tyre. Ne kërkojmë fjalën, ti përgjigjemi kërkesës tyre me 10 deputet me këtë tallet ai. Në sallë janë 10 deputet të mbajnë thot 1 minutë heshtje. Caktohet një orar se ku mbahet heshtja, nëse nuk e ke për t'u tallur. Ne kërkojmë fjalën për të shprehur mbi të kërkesë dhe ju refuzoni ta zbatoni këtë rregullore që kemi miratuar gjithë bashkë. Dhe e çon situatën pastaj sa ngrihet në mënyrë të përsëritur dhe fyen dhe kërcënon gratë deputetët të opozitës. A keni ju përgjegjësi për bashkëjetesën mes palëve në këtë kuvend? Si mundeni të silleni ju në këtë formë, të provokonin çdo moment, të fynin çdo moment, kërcënonin çdo moment? Që kështu, zoti kryetar, që kjo seancë të kthehet në normalitet, zotria që guxoi të fyente, të kërcënonte deputetet femra të grupit parlamentar të PS-s, do duhet të dalë përjashta. Të PD-s do duhet të dalë përjashta. Që kjo seancë ketë mundësinë të funksionojë në normalitet. I shikoj zonjat e PS-s që zgërdhien. Nuk ka këtu asgjë për të zgërdhyer kur fyet një femër, ku kërcënohet një femër në mënyrë të përsëritur nga i njëjti individ. Një herë foltore, një herë me zë dhe një herë pa zë. Nuk ju kemi fyer në një herë askënd prej jush dhe s'do ta bëjmë kurrë t'ju fyem askënd prej jush. As t'ju kërcënojmë edhe as t'ju intimidojmë. Edhe ta harrojnë. Dhe në vend që të reagoni, zgërdhiheni. Okej, faleminderit. Atëherë 1 minutë, zoti Strazimiri, ju lutem. Po unë kam të drejtën e fjalës për replik për shembull se mu drejtua mua? Jo, unë kam të drejtë. Nëse kam drejtë, ju lutem uluni dhe më dëgjoni. Sepse zoti Bardhi mu drejtua mua. Zoti Strazimiri, ju lutem bani qetësi. Zoti Strazimiri, ju lutem. Ju me kam unë fjallën, si ta ja fjallën? Po e kam unë fjallën, pra e kam unë fjallën bas zotit Bardhi mu drejtua personalisht dhe kam dhe unë të drejtën e replikimit. Se kam unë drejtë, mirë, kur t'jeni ju këtu, e imaginoj se si mund drejtohet kjo parlament. Dakord. Fix, e qartë, në rregull. Tani, ka mundësi ti kthej përgjigje brenda drejtës time, me qënë se mu referua me emër, faleminderit. Së pari, nëse bijem dakord që, në fakt jemi detyruar të bijem dakord, që ky parlament do të udhëhiqet nga një rregullore, ta respektojmë gjithë bashkë rregulloren. Ju lutem, se nuk është muhabet kafeneje, ju lutem. Së dyti, në rregullore, për mirë apo për keq, ka një nen i cili thotë se interpretimin e rregullores gjatë seancës e bën kryetari drejtuesi i seancës dhe kjo është e pakontestueshme. Një sekond, të lutem, po, në këto raste, kur një deputet apo një grup deputetësh pretendon, tamam, bravo, shumë mirë, do më të pojujnë edhe këtu, dakord.
Në rregull. As do të lexosh tjetër gjë. Në rregull. Atëherë, ka mundësi të mos e bëjmë si muhabet kafeneje dhe të më lejo të respektosh të drejtën që unë kam për të përgjigjur siç respektova unë të drejtën tuaj për të folur për procedurë brenda minutazhit, nuk ju kam ndërprer asnjë sekond. Ka mundësi ju lutem? Ka mundësi ju lutem? Pra, nëse do bijem dakord që do të ecim me këtë rregullore dhe nuk do ta zbatojmë rregullore në mënyrë kreative, atëherë ju lutem më jini të drejtën që në një rrethant caktuar unë ta interpretoj rregulloren dhe nëse keni kontestime, përsëri rregulloria parashikon se si ato kontestime trajtohen. Nuk do të thotë se fjala ime është absolut, por përgjatë seancës e kam këtë autoritet. Dhe konkretisht kur dikush e merr fjalën për procedurë dhe nuk flet fare për procedurë, natyrisht drejtuesi i seancës, kushdo qoftë, ka të drejtën ta ndërpres fjalën. Kjo nuk është dhunimi i demokracisë dhe të drejtës së fjalës së opozitës. Nëse ju mendoni që unë kam gabim që dikush e merr fjalën në procedurë dhe përdor fjalorin ndjes që po e përsëris, se nuk e kam fare për natyrë, i pa fytyrë, bandit, hora, hajdut dhe disa fjalë tjera që nuk i them dot. Dhe unë e ndërpres fjalën pasi i kam marrë dhe vretje, i kam dhënë dhe vretje sipas rregullores, sepse rregulloria kur flet për fjalën për procedurë, e ka fjalën për diskutim për rendin e ditës, për mënyrën e votimit apo ndonjë propozim për ndërprerje diskutimi, postim për një ditë tjetër e tjera. Kjo është fjala për procedurë. Kur unë e gjej fjalën e një deputeti në kundërshtim me pikë rregullores, natyrisht kam të drejtën ta ndërpres fjalën. Kjo është, nuk ja u dhash sepse nuk arrita dot t'ja u jap për shkak se një koleg bllokoi foltoren. Kështu që ju lutem qetësoni dhe i kuptoni gjërat siç janë. E dyta. Dakor. E dini, faleminderit për foljen që përdora, po e dini ju se sa herë gjatë ditës unë mendoj të njëjtën folje, por nuk e them sepse nuk jam i lejuar ta them as unë as ju. Nuk mund t'i thuash dot tjetrit në sy gënjeshtar ti, se nuk e kriteri së vërtetës. E dyta, kam mundësi të përgjigjem kryetarit të grupit se nuk po flas për juve. E kam me kryetarin e grupit i cili mu drejtua mua. Në rregull? Dakor. Po mirë, mund të largoheni, sini detyruar të rrini në seancë. Po. Sa i përket provokimit, tani ju e quani provokim, unë si kryetar kuvendit drejtu seancë nuk kam asnjë të drejtë, as morale, as ligjore, që të heq të drejtën e një kryetari grupi apo një grupi parlamentar, sado i madh apo i vogël qoftë ky grup, që të përdor apo të propozoj apo të respektoj dëshmorët e demokracisë që janë të gjithë kombit shqiptar, nuk janë të një partie. Ju e quani provokim, unë zotri nuk gjej dot të drejtë ligjore që të shpall fajtor, vrasës, hajdut, bandit e tjerë një grup parlamentar. Kështu që unë e trajtoj atë sipas, ju lutem dëgjoni, e trajtoj sipas rregullores. Dhe po, zoti Bardhi ka 100% të drejtë, edhe kush do të thotë që e ngriti. Unë jam kundër, sepse rregulloria është kundër dhe kështu do të vazhdimisht që heshtja solemne të mbahet sapo kërkohet. Absolutisht jo. Duhet dakordsuar një orar i caktuar. Dhe unë bëra pikërisht këtë gjë, pra nuk ju ftova të bëjmë mbajtjen e heshtjes solemne menjëherë sapo u propozua nga kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, por thash, po pyes kryetarët e grupeve, nëse bijem dakord, ta lejojmë të caktojmë një orar dhe orari që caktova, që ju propozova,